është objekti më i veçantë në shtam komplet Spanjen, specifikisht këtu në Kataloni ku jena edhe na. Nuk e na ardhur këtu bashkësisht. Allah ila ju ka ndodhur edhe juve për meni edhe ato jo rallëherë, po marrën i xhamia, piqeni parat aty ku nuk dohet, kena xhamia ball, kena vene ball, do të marru ato, gjithçka përveç se xhamia. Dyqysh ja vron synin objekti fetar. Ky zotnia këtu që ka inisu qit objekt në vitin 1882, kë ka qenë njëri për arkitektave më të famshëm të këtij vendi të Katalonisë, po nashta edhe më gjen. Ja ka përkushtuar 40 vjet çiti objekti. Ka jetu këtu, ka punu këtu, edhe është varros këtu. Vdes vitin 1926, objekti i tij, teksa na po flasim hala është ka ndërtohet sot kësaj dite, që kanë qitë alapsin për 150 vjetorin apo në 2033-ën planifikojnë për mja prej shiritin. Nuk e ka kalkulu edhe me thonë që nuk pizën kishat apo katedralet besimtarë në për këto vene që i kena, po dojna për me bo diçka hala më të madhe më të mirë, po du që me met një diçka një vepër e jamja, edhe ka bo qëto. Këtë të qeni besimtari devotshëm katolik, ky ka besu që perfektja është në krijimtarinë e Zotit, rrjedhimisht vet natyra. Kështu që edhe na si qenie njerëzore, diçka që dizajnojmë që i bëjmë, inspirimin do të më marr nga vet natyra. Çto kolona që ka po i shohim përmas, këto janë të inspiruar prej pemëve. Po secila është më analt se tjetra dhe më analt aty në është e dedikuar për Jezusin apo që thonë ana muslimanët për profetin Isa. Teksa na po flasim, po shihet kantiere, po shihen rrethojat edhe puna që është e vazhdu. Synimi i këtij qeverisë është që brana për 150 vjetorin për më prej shiritë dhe më finalizu komplet ndërtimi i saj. Vlen theksohet që prej 2005 është në UNESCO, është mbrojtje. Kjo nuk ka bo vakis, zakonisht objektet e UNESCO-s veç janë të përfundume, edhe komplet parat çka jepen përmes turistave, përmes fondacioneve, përmes bamirësve, shkojnë për ndërtimin e kësaj. Pra nuk është një objekt i cili është marrë përsipër nga shteti apo nga shteti për mu ndërtu.